Dashi, një ditë energjike ku do të ndjeni gati të merrni iniciativa të reja, në dashuri shmangni debatet e kota. Demi, fokusoni tek familja dhe qetësia emocionale, financat kërkojnë më shumë kujdes. Binjakët, komunikimi juaj favorizon, mund të merrni një lajm të mirë ose një ftesë interesante. Gaforja, do të kërkoni siguri dhe stabilitet, një person i afër do t'ju japë mbështetje. Luani, karizma juaj bie në sy, mund të tërhiqni vëmendjen e dikujt që ju pëlqen. Pyqëresha, dita ideale për organizim të plane të reja, mos u lodhni më shumë se ç'duhet. Peshorja, marrëdhëniet personale përmirësohen, një sqarim sjell qetësi. Akrepi, intuita ju ndihmon të kuptoni kush është më i sinqert me ju. Shigjetari, do të ndjeni më optimist, një udhëtim i shkurtër mund t'ju ndryshojë humorin. Biciapi, puna kërkon përkushtim, por rezultatet nuk do të mungojnë. Ujori, dëshira për ndryshim është e fortë, provoni diçka ndryshe. Peshqit, emocionet do të jenë të forta, kujdes me vendimet impulsive.